Nuk të vjen. Është shumë qesharake, me thonë nëse po i referohesh gjuhës të kryeministit. Është shumë qesharake arsyetimi i LDK-s në raport me refuzimin për të atakuar lëvizjen vetëvendosje dhe kryeministrin Kurti. Pse? Është qesharake sepse ne për 2 dekada kemi pas koalicion PDK-n dhe LDK-n. Po. LDK-ja e ka akuzu PDK-n për vrasjet e aktivistëve politik. Edhe kam bërë koalicion me ta. A ka akuzmat madhe? Po, a dini pse jeni ardhur në pushtet? A ka akuzmat madhe? A dini pse jeni ardhur në pushtet? Për me qenë ndryshe. Për me qenë ndryshe. Mos më konë si ta. Nëse ne i qesim peshore. Nëse ne i qesim peshore. Nuk bën me nxjerrë ju atë fjallë se ju ndaj tyre. Ju jeni ardhur në pushtet për me qenë ndryshe nga ta. E tyre kundrejt nesh, qështu është? Ju ata dolin këtu, na jemi këtu. Ju jeni ardhur në pushtet peshore nëse vendosim kështu është proporcioni. Ju jeni ardhur në pushtet me qenë ndryshe nga ta. Pra, të gjithë të tjerët bashkë, ju vetën ndryshe nga ta. Unë mendoj që është e vërtet që ndrën, si me thënë, deklarata e zonjës Donika Gërvalla, që thotë që LDK-ja nuk po mundet mu shkput prej PDK-s, kjo është për keqardhje. Kjo është për keqardhje. Sepse nësë ti din më mirë se unë, jam e bindur që din më mirë se unë, kur pyeten qytetarët në këto matje të opinionit publik. Mos gabos se faton peci pa diapet. Jo, s'ka lidhje bre, nuk ka lidhje për padin. Edhe mos ndërhyq. Kur bëhen matje të opinionit publik dhe kur pytet elektorati kastrat, veç edhe asë minut, veç edhe një. Po tani vazhdo se për një Ka kryu qeveri me juve, mos harë. Po, ndëgjo, 51 dit ka thënë që ka zgjat. A, dini që keni prishat qeveri? 51 dit e ka rëzu qeverin në pandemi. Kush e ka rëzu? Do me thonë, këta jonë bo bashkë e kanë rëzu qeverin Kurtin kohët pandemis. Po, qyre na vishë që të arsye. Ka qenë pabesia që i keni bolë dhe kës. Nëse ne, vetëm këtë arsye ta këshim bajt, kur nuk ishdash me i dërgu ftesa për koalicion. Kur, se kanë rëzu qeverin Kurti një në kohët pandemis. Kjo si shdash me ndodhë kur. A banë vetëm një sekundë, se edhim krejt që ka ndodhë. Ka ndodhë një pabesi prej vetë vendusjes, ka shilë dhe kësë, tu e shkarku një minister, edhe që këty mëra pa shumë kohë. Me të drejtë. Me të drejtë. A bën, na ato edhim pse ka ndodhë. Për një minister që e ka meritu shkarkimin, tipo erëzën qeverin kohë pandemisa, është e pafalshme. Kjo s'krasot në asë një terminologi që ne kemi përdorur për LDK-n dhe për asë këtë tjetër. Në deklarime që i bojmë për shkak se janë publike në gjarët e din gjithë. Ma herët, po ashtu e bot fajtor opozitën për shkak se RTK-ja pëmbet pa bugjet, institucionet pëmbesin pa bugjet, komuna e Prishtinës e tjera. Mirë po, kryeministri vetë e tha që ju, si vetë vendosje, e mboni këtë përgjësin, nuk e mbojnë përgjësin parti tjera. Vetëm sa tha që neve kemi obligim për me kriju qeverin. Pra ndaj, duhet me qenë pak ma korrekt kur bojmë kësi deklarime, për shkak se nëse është përgjësia juj për me kriju institucionet, duheni me marrat përgjësi, edhe nëse nuk mrini me e qu deri në fund besimin që ju ka ndonë qytetarë, prap duheni me marrat përgjësi e jo me i fajsu tjerë për dështimin e juj.